Top Show-t, ku edhe sot Alban Dudushi është duke punuar, duke bërë një emision me një temë që ne do ta zbulojmë tani. Le ta ndjekim. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Top Show. Mirëmbrëma të gjithëve juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Sot do flasim pikërisht për censusin. Çfarë është në vetvete censusi dhe ku do të dali? Ndjekim fillimisht një insert të përgatitur nga gazetare jon Albana Luari dhe e kthehemi menjëherë në studio. Dhjetori bashkë me festat solli dhe temperaturat nën zero, por ajo që i ngro këto festa janë pikërisht drita shumë ngjyrshe të bredhave shumë ngjyrësh, që priten në pyet shumë ngjyrësh nga firma shumë ngjyrshe. Gëzuar 2012. Ishte pikërisht inserti përgatitur që fliste për ngrohjen globale. Prezantoj me njëherë të ftuarit tanë, me ne sot është një analist dhe një nga pjesëmarrësit e censusit, zoti Sami Bepashi. Mirëmbrëma. Unë e kam dhi... Është shumë e fortë kjo. Okej. Gjithashtu me ne sot është edhe një tjetër pjesëmarrës i këtij censusi, zoti Prenk Mirditori. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma zoti Prenk. Gjithashtu është dhe një tjetër analist i pavarur me ne, zoti Dimitër. Unë jam Dimitri, po them, me mund Didi. Jeti, me dy emra, okej. Gjithashtu me ne i ftuar sot është dhe një aktor që nuk e di pse ka ardhur në studio, me ne në studio sot Alban Dudushi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që më keni ftuar. Atëre, pyetja e parë është, çfarë nxorri në pa ky census? Atëre, censusi sigurisht që më së pari kanë nxjerrë në pa vetë identitetin e shqiptarëve, Alban. Po, identitetin e ka... Shartin? Jo, identitetin e ka ndorë vetë shqiptarët, më vëlla. Pse që ka censusi tani në nxjerrë identitetin e shqiptarëve, e ka ndorë vetë. Ju, zoti Dudushi, çfarë mendimi keni për Unë mendoj që normalisht ju falenderoj që më keni ftuar në studio, është herë e parë që unë vi në këtë studio. Në fakt, mua emisioni juaj më pëlqen shumë, zoti Dudushi, dhe të them të drejtën më vjen mirë që ju ftoni edhe njerëz thjesht përveç atyre që janë ekspert për të folur. Mor zoti zduam ne, naftojnë në studio, se u bë kjo ngelem në për studio duke bërë analizan, nese vazhdojmë, më falë se në prejnë. Ju, zoti Pren, jeni një nga ata nismëtarët e censusit. Si jeni ndjerë gjatë fushatës Shtash me thot drejtën ardojshosh, unë thash ta kishe vush ato ke emisioni plus 18 se unë kam pa ishi, e ne kom halë që nuk e disha shis për i zhoj, ja, zhoj. Prap ke piro, emision ke piro. Së mës me pajmë, uajnë pa në ti ka dhonë pare të jo. Në fakt... Se pi, Së mës me pajmë të ishosh. Artist jom, profesor jom, vitiri josh, apo jo Albon, se tojmë kupta. Tojmë kupta muër, të ishosh, tojmë kupta muër. është e vërtet, unë në fakt e kuptoj, po tek pia nuk të kuptoj fare. Po, në thash me më kupto ke paja, e këta i gjoshitë. Mua bet pi... Po pra, në hapni nej mua bet pi... Jo. Bika gjithë të bjetë dy, që vjenë në studio i ideur. Okej, zoti Sami jeni një nga atëre, çfarë do na thoni për censusin, se ju jeni një mbrojtës i tij? Sigurisht jam mbrojtës dhe kam për të thënë shumë Alban, për këtë arsye kam marrë edhe tabelën me rezultate me vete sot. Osh mu ka bo tabela si dashdori plaksër të ishës.
O, pse, më plakajote që ka ndarë me plakun, unë e di që gjenë bashkë, apo? Nëse atëre më lejoni që të vazhdoj të jap disa të dhëna, dhe të dhënën e parë që kam këtu, do ta krahasoj me censusin e vitit 2001. Ne kemi qenë 3.831.721 shqiptar. Ndërsa me censusin e këtij viti, të vitit 2011, ne jemi 2.831.721 shqiptar. Po, edhe unë mendoj që kjo duhet ta ketë patjetër një shpjegim, po të mendojmë që ne jemi në fakt një vend emigrator, jemi një popullsi emigratore, kemi disa valë emigrimesh dhe natyrisht që gjitha këto valë, popullsia që ka emigruar, i zbritet numrit popullsisë që ju keni aty të vitit 2001. Por nga ana tjetër, ju vetë që keni qenë në terren dhe keni trokitur der më der, keni parë që shumë nga shqiptarët e kanë refuzuar census. A ti ka thonë paret ajo? Një sekond tani, unë mendoj, i stati do më thënë, i ka qëndruar atyre rezultateve që kanë thjerë. E se njëri në zonëm, jo 12. Pretër të shë, se kam një pëjtim. O, Albon! Se më duke 4 Albona muër, të shë. Orë me shte Albonin si drejtoj e ko me misionin, unë një pëjt e kisha Albon. A do paj në i gotë mas e misionit ajo? Unë në fakt them që të pim qaj, sepse unë kam edhe fytin jam pak i lodhur se kam qenë në prova me Altin Bashën, në një shfaqje që po vëm tani së fundmi edhe... O, t'jelë bënë e luna ta ama të regojnë cikë, që roli ke lujtë? Në fakt unë duaj Salieri, Ta shi, më falë, sa të ndani ju të dy t'jap një të dhënë tjetër? Besoj që ndihmojmë debatin me një të dhënë tjetër. Në këtë census ka dalë që në Shqipëri ka më shumë meshkuj se sa femra. Që thua? Po, ka më shumë meshkuj se sa femra. Dimo, edhe ke keq punën, se ti edhe beqar. Tani unë ngella papi... Se mos ngelle vetëm taj! Pa pik mundësie për të martu. Po që do t'i bëj, do t'i bi në kokës me grushtas, nga gjellë që tjetër. Kam shi tjetër si i bi me grushtas të e shështë. Okej, ky ishte bloku i par i emisionit të sotshëm. Në blokun e dytë do kemi të ftuar të tjerë, janë pikërisht po këta që janë këtu, ndërkohë që në blokun e tretë do të flasim edhe për shumë... Po tani, jo, një minutë, se bërë 100 vitrinat me 700 seri, nuk bëhet emisionit drejqitaj. Okej, atëre, si ishte ky vit për shqiptarët? Unë mendoj që... Ky vit ishte me i miri, do më thënë, nuk diskutohet fare, sepse trokitja der më der të çdo shqiptar më bëri të kuptoj që shqiptarët kanë lek absolutisht shumë, jetojnë në një mirëqëndje absolute dhe shqiptarët kanë vitin e tyre. Ky ishte viti shqiptarëve. Po shqiptarë s'kanë lek me orë bukër të shqiptarëve. Si ja bëjnë shqiptarët atë? Po që ti bërë, të shtumë Shqipni e në mi është, po me anë mirë atë bënë. Atere erdi koha... A shumë kompajër të shështë, sa që ka të mundu krakeja i bësi ujë. Ke marrë gotën time, më dukete. Po tjerë, ra në gjë këtu mena që gjeka merë alë... Po jem të përra, o e përra të përra me i këtë pas emisionit ajo. Një sekund, po emisioni... Shiko, tani... ta mbyllun emisionin më mirë edhe ju vazhdoni pini, bëni që të doni. E pra, jemi në fund të Top Show dhe natyrisht që nuk do ta mbyllim ne që jemi këtu, po do të ftojmë një këngëtar të madh, një këngëtar i cili është aq i madh dhe njihet aq shumë nga të gjithë, saqë nuk ka nevojë për emër, quhet thjesht këngëtari. Ashtu është, ai më pa. Ai është këngëtar, po është kantautor, nuk është vetëm këngëtar. Më pëlqen shumë. I qanë ato këngë, i qanë. Bravo të gjithë, bravo. Okej, ndjekim këngëtarin këtu në studio.